Mazhoranca dhe opozita u bën bashk vetëm 1 minutë për të mbajtur heshtjen në ndërim të gjyqtarit Astrid Kalaja, i vrarë në 6 tetor në sallën e gjyqit, ndërsa po shpallte një vendim. Pas këtij momenti, demokratët dhe socialistët u përfshinë në debate të ashpra dhe fyerje për shkak të debatit që ka dominuar opinionin publik mbi sigurinë e institucionet e drejtësisë, debat që çoi në mbylljen e seancës brenda 2 orëve, ndërsa pengoi prezantimin e raporteve të 4 institucioneve. Opozita vendosi gishtin e përgjegjësisë tek 2 ministrat, ajo e brendshme Albana Koçiu dhe ai i drejtësisë Besford Lamallari. Dështimi për mbrojtjen e gjyqtarëve për ta duhet të shoqërohet me ndërheqjet menjëhershme. Çfarëdo apoteoze që ti thuri shti asaj, ajo është një mashtruese publike, zotëri. Fal asaj reformet George Sorosit, sot shqiptarët për cilët ju nuk pyesni dhe që shprehen fatkeqësinë më të madhe s'kisha paqe në një fatkeqësi dhe pa pranueshme absolutisht të shpreh një urrëtie masive, si pa ndonjëherë. Dhe ajo urrëtie është për drejtësinë që krijuat, s'është për individin. Është për atë drejtësi e cila sot i ka privuar shqiptarët nga e drejtë e procesit ligjor. Është për atë drejtësi e cila sot, sipas organeve zyrtare, kërkon 15 vite për një vendim. Është për atë drejtësi e cila sot, për mungesë të vendimeve, po ka krijuar qindra raste vetë gjyqësie. E fillot seancën plenare me 1 minutë heshtje. Është minimumi që mund të bëjmë. Në fakt, që të mos duket që ai minutë heshtje ishte hipokrizi, mendoj se ajo që ka ndodhur me vrasjen e zyrë të gjykatësit është i paprecedent në botë. As kartelet e Ekuatorit nuk kanë vrarë kurrë një gjykatës në zyrën e tij duke lexuar vendimin. As mafia italiane nuk ka vrarë kurrë një gjykatës në zyrë duke lexuar vendimin. Kjo ka ndodhur vetëm në vendin tonë. Minimumi që mund bëjmë ne si parlament është që të fillojmë një moment të një reflektimi të madh kombëtar. Relativizimi që përpiqen t'i bëjnë përmes mënyrave të ndryshme kësaj vrasje që në fakt tregon se kombion është në zgrip të hymnerës, është një alarm i madh për secilin prej nesh, po për të gjithë shtetin. Por në një vend kur ka ministra dhe nuk ka shtet, në një vend ku ka ligje dhe nuk ka drejtësi, në një vend ku presidenti shkel dhe nuk njeh gjykatën kushtetuese, më thoni jo, çfarë emri do t'i vë? Ju mendoni se autokracia shpallet me dekret? Jo, mër zoti kryetar. Ajo fillon avash si një proces, fillimisht duke friksuar deputetët, pastaj pushtetin lokal, pastaj duke angushtuar fjalën, pastaj duke e relativizuar, dhe në fakt me vrasjen e gjykatësit është vrarë iluzioni se në vendin ton ka shtet. Nëse nuk fillojmë të reflektojmë, në humner të shkoj ky vend. Ministra e Brendshme duhet t'jap dorëheqjen, kryeministri duhet vi dhe t'jap shpjegime pse për 3 vite nuk i është përgjigjur kërkesës organeve drejtësisë për të shtuar masat e sigurisë me punonjës policie në gjykatat e vendit. Nuk është ngjarja e parë e rëndë që ka ndodhur në gjykatën e apelit. Ne do duhet përcaktojmë kush ka përgjegjësi dhe zonja që ulet atje, se kur s'ka ndodhur asgjë, do duhet mbaj përgjegjësi. Përgjigjen e morën nga vetë ministra Koçiu, e cila tha se nëse një punonjës policie do t'ishte përgjegjës, sot do t'ishte në pranga. Opozitës që akuzuan si përgjegjëse për vrasjen, Koçiu ju kujtoi gjuhën linçuese që ata përdorin kundrejt njerëzve të drejtësisë. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë Besford Lamallari akuzoi opozitën se po bën politik me vrasjen. Tani besoj është shumë e qartë për gjithë se kush është nxitësi i gjuhës së urrëties, kush ka qenë nxitësi dhe bullizuesi më i madh i gjuhës që përdoret këtu nga mëngjesi deri në darkë, dhe kush është nxitësi dhe urrëtësi dhe njeriu më i vështirë që mund të ekzistojë në gjithë këtë politikë parlamentare. Ju e dini fare mirë se një pjesë e juaja janë juristë këtu dhe e din shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polic i shtetit, sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore dhe kësaj qëndroi nga mëngjesi deri në darkë. Nuk keni trup, shqiptarët e din, prandaj ju kanë votuar, ju kanë lënë aty ku ju kanë lënë. Dhe mos linçoni prokuror, mos linçoni gjyqtar, mos ngjallni gjuhën e urrëties. Urrëtia prodhon vetëm urrëtie, prodhon dhunë dhe ju këtë keni bërë gjithë këto vite. Dhe turp t'u vi ju. Turp t'u vi ju.
dhe kini kujdes ku bëni kapital politik me gjyqtarë prokurorë. Lëni të bëjnë punën e tyre, lëni të bëjnë punën e tyre, lëni prokurorë gjyqtarë bëjnë punën e tyre, derisa të vinë te ju, derisa të vinë në pasuri që keni vjedh këtij populli. Veprimi i Flamur Nokës që nuk lejoi ministrën Koqiu të flasë, që gjatë seancës ishte paralajmëruar 2 herë të tjera nga kryeparlamentari Niko Peleshi, solli që socialistët përmes Taulant Ballës të kërkonin kalimin menjëherë në votim, ndonse më herët në konferencën e kryetarëve ishte dakordsuar për të diskutuar rreth 10 orë mbi raportet e veprimtarisë së 4 institucioneve. Në mungesë të një reflektimi nga opozita, Peleshi holli në votim raportet dhe mbylli seancën. As mbyllja e seancës nuk i zbuti gjakrat, pasi nga obori i parlamentit palët vijuan akuzat ndaj njëra tjetrës se nuk lejojnë seancë normale.